Deri në një pikë caktuar, është ndjekje e pasionit. Po të prua pasioni dhe në ngrënie, po them nuk është kthehet në vesë dhe kthehet në shkatrus. Po jo se pastori tha që janë totalisht kundër. Po mirë ai, shko, ore dëgjoj, ky është një shoqëri ideale që feja predikon, nuk do asnjë lloj veti. Jam dakord. Jam dakord. Edhe ne masë synojmë atje, po për të shkuar atje, na duhet të marrim masa që ky vest kufizohet. Dhe kufizohet me ligj, nuk mbyllet vesi, po kufizohet patjetër. Unë jam ndër ato që besoj që mënyra më e mirë për ta luftuar vesin për fenomenin është pikërisht ta lirosh, ta lejosh. Dhe ta lejojmë dhe prostitucionin? Po. Dhe ta marrë edhe atë pomë? Bleje me ponuar. Në këtë moment... Në pastori tani këtu do bëjmë pastorit. Po ta marrë, në qofë se marrë e Galinë është të kopë. Dhe momentin që ti e liron më shumë. Pastet online, mënyra e kontrollit është shumë e thjeshtë. Në momentin që kufizimet dhe mënyra e kontrollit është me thjeshtë, sepse nuk është problemi që ne nuk po luajmë, si shoqëri. Problemi që po luajmë të pambrojtur. Hajde se tani që do lirohet, ne do fillojmë të luajmë. Ne kemi një masë të madhe, bëhet fjalë për 10 milionerë që luajnë në vit, do vit. Kështu që ne po luajmë. Në momentin që ne e lijojmë dhe kemi sistem monitorimit mirë, e kemi shumë më kollaj për ta luftuar. E para sepse identifikohet dhe vetë kufizime për çdo lojtar, paktën online, janë sistemet kibernetike të afta për ta bërë këtë gjë. E dyta, dhe fëmijët më thënë drejtën, janë më të mbrojtur online në sisteme se sa, jo, sepse ti nuk e hap dot llogarinë, nëse sa lë prindi. Nëse se ketë lidhur me kartën tënde identiteti, e cila është e gjitha në sistem. A ti thua që kontrollohet më mirë? Absolutisht po, nëse në mosha s'ta hap llogarinë fare, nuk bën atë asnjë veprim. Ama ka edhe një problem, jo, mos e është tjetër drejtë e ka një problem. Në momentin që bëhet e ligjshme apo jo, ti nuk e kupton më kush po luan ligjshëm dhe kush po luan pa ligjshëm, se s'ke si e gjen. Atëherë duhet gjetë arsye pse u ndal herë në fillim. Atëherë, pse u ndal? Në qoftë se ne nuk gjejmë arsyen pse u ndalua, ne nuk do të Kryeministri pati një frymëzim hyjnor. Pati një frymëzim hyjnor. Jo, çfarë frymëzim hyjnor më burrë. Se kështu thaj, do shpëtojmë familjen. Nuk ore familje. Ai po fliste si ty. Edhe një herë që flet kryeministri si ty ti se lë. Po le të flas valla ç'ke. Ne shoqëri që flet si ty. Nuk është, shikoj. Kur u ndaluam, Doshta nuk duhet më jemi me kaluarën. Ne thash, pse u ndaluam? Nuk duhet më jemi me kaluarën se e kaluara është. Dhe le të bëjmë çfarë ndodhi, çfarë mund të ndodhi, çfarë mund të themi që mund të bëhet më mirë se kjo që është. Problemi online-it, po, kontrollohet më kollaj, po kur ti e ke online të pa kontrolluar, për ta kthyer në të kontrolluar, duhet ta bësh më interesante dhe më të mbrojtur se pa të kontrolluarën. Do mekanizma. Pra, këtu është problemi, si ta bëjmë këtë që ky që luan në mënyrë të pa kontrolluar të vi këtu. Po i the, ke këtë. Ky është më i mbrojtur këtu, se ky këtu ja merr shpinë, ndërsa këtu ti prit. Po, i vë kufizime. Por, këtu problemi është, ky ligj që ka dalë duket shumë i mirë dhe shumë i mirë sikur të fillonim nga zero, po nuk po fillojmë nga zero, po fillojmë nga një lojë e paligjshme që është ne tash duhet këtu zotësia atyre që bëjnë ligjin dhe implementojnë është që ta kthejnë sa të zot do jenë, ta kthejnë të paligjshmen të ligjshme, që bëhet duke bërë më interesante të ligjshmen se të paligjshmen, më të mbrojtur ose më, si thua, më të pranueshme, me më tepër akses, siç është bërë, është shumë mirë nëse do fillonte nga zero. Duke u ballafaquar me të paligjshmen, unë kam dyshim dhe një qofshë gabim, se këto janë momente në jetë që shkruaj inshallah jam gabim, siç thash edhe atëherë që domethënë nuk do keni për ta mbyllur dot, nuk mbyllet dot, edhe inshallah jam gabim, po nuk keni për ta mbyllur. Dalin profecit bardhazi. Dalin? Profecit 100%.